SBA dhe Irani kanë arritur një marrëveshje kornisë që synon t'ia fund luftës dhe të hap rrugën për uljen e tensioneve mes palëve. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se marrëveshja është përfunduar, ndërsa ndërmjetësimi i Pakistanit duket se ka luajtur një rol kyç në arritjen e saj. Memorandumi i mirëkuptimit pritet të nënshkruhet zyrtarisht të premten në Zvicër, ndërsa detajet e plota ende nuk janë bërë publike. Sipas njoftimeve zyrtare, pakti parashikon ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Kjo çështje ishte një nga pikat më të vështira të negociatave për shkak të përplasjeve të vazhdueshme mes Izraelit dhe Hezbollahut. Në të njëjtën kohë, nga Teherani u konfirmua se lufta dhe operacionet ushtarake do të marrin fund, nisur nga nata e SHN-s. Në të njëjtën kohë, palët do të hyjnë në një periudhë armëpushimi 60 ditor, gjatë së cilës do të zhvillohen bisedime për një marrëveshje më të gjerë. Në tryezën e negociatave do të jenë edhe lehtësimi i sanksioneve ndaj Iranit, si dhe ardhmja e programit bërthamor iranian. Trump njoftoi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit do të rihapet dhe se bllokada amerikane ndaj porteve iraniane do të përfundojë, duke deklaruar se është koha që furnizimet me naftë të rikthehen normalisht në tregjet botërore. Lajmi u mirëprit menjëherë nga tregjet ndërkombëtare ku çmimet e naftës shënuan rënje të ndjeshme, ndërsa bursat aziatike u rritën mes shpresave për stabilitet më të madh ekonomik dhe politik në rajon.